Në Elbasan ka nisur diskutimet për zbatimin e një projekti që synon rivitalizimin e Kalasë, i cili përfshin restaurimin e objekteve me vlerë historike. Por ndërsa pushteti lokal flet për një transformim të madh turistik, banorët që jetojnë brenda Kalasë thonë se nuk janë të informuar dhe nuk janë bërë pjesë e asnjë konsultimi publik. Po duhet na merret mendimi, po kush vjen e merr mendimi? Ose vinë marrin mendime edhe i fusin në sitar edhe. Deri me telefon, ja. Keni informacion? Po, ju jeni banor i Kalasë? Nga ana tjetër, qytetarët e mirëpresin projektin, duke e parë si një hap të domosdoshëm për gjendjen aktuale të Kalasë dhe zhvillimin e turizmit. Arrim me shpresa, inshallah të vijë do, të bëhet diçka. Mendoj që restaurimi bën mirë jo vetëm neve, po të gjithëve dhe turistëve. Bëjnë shumë gjëra të tilla mileti, po asnjëherë nuk është ajo që është bërë tani, rindërtimet janë bërë bukura tëra. Pyetën, nuk do dalin në rrugë atje të pyesin miletin, ta ndërtoj kështu, ta ndërtoj ashtu.